Polici më kërkoi marrëdhënie në këmbim që të mos hyja në burg. Ajo ishte shtuna pasdite kur porta e zyrës së komandantit u hap pa u trokitur më parë. Drini, i cili kishte kaluar 48 orët e fundit në një qiell të izoluar, ngriti kokën ngadalë. Trupi i tij ishte i shtangur nga pozicionet e pakomfortueshme dhe mendja e mjegulluar nga pakënaqësia e gjumit. Dalja jote varet nga bashkëpunimi, tha komandanti, një burr me flokë të holla dhe sy të mprejtë si thika. Nuk ul as në karrigen e tij të madhe të lëkurës dhe sot do të më tregosh gjithçka di për ato mbledhjet. Drini kishte dëgjuar këtë kërcënim të njëjtë gjatë gjithë ditës. Ai ishte një aktivist studentor i arrestuar gjatë një proteste paqeje. Kam treguar të gjitha çështjet zyrtare, përgjigj me zë të qetë. Mbledhjet ishin të lishme, të paarmatuara dhe jo për ato mbledhje, e ndërpreu komandanti. Ai mori një dosje nga tavolina dhe hodhi disa fotografi para Drinit. Fotografitë tregonin një ndërtesë të braktisur në periferi të qytetit. Ky vend, çfarë po ndodh atje? Drini pa fotografitë. Ai e dinte atë vend. Ishte një hangar i vjetër i aeroplanëve ku grupi i tij ndodhte her pas here për të diskutuar strategji paqësore. Por kjo nuk ishte ajo që policia donte të dëgjonte. Ata donin konfirmimin e tyre të rrejshëm se atje po planifikoi terrorizëm, trazim, çdo gjë për të justifikuar arrestimet masive të javës kaluar. Nuk di asgjë për këtë vend, tha Drini. Komandanti i ulëm në fund, duke i lënë krahët shtrirë mbi tavolinë. Ti je një djalë i zgjuar, Drini. Një vit më parë u diplomove me nderime. Prindrit e tu janë krenar për ty. Ai ndaloi për një moment. Mamaja jote, a s'është ajo mësuese në shkollën fillore në lagjen tuaj? Po babai, ai punon në uzinën e ujit. Kërcënimi ishte i qartë. Drini ndjeu një të ftohtë që i përhapej në trup. Ai e dinte se çfarë mund të bënin. Ishte kohëra kur njerëzit zhdukeshin, ku karrierat shkatërroheshin, ku familjet thyheshin, të gjithë e dinin, por askush nuk fliste. Çfarë po kërkonin nga unë? Pyeti Drini, duke përpiqur të mbante zërin të qetë. Komandanti e mori përsëri dosjen dhe nxori një dokument, një deklaratë, një konfirmim se këtu ai goditi fotografin me gisht, po planifikoheshin veprime ilegale, emrat e të gjithë atyre që merrnin pjesë dhe pastaj ai ndaloi dhe buzëqeshi. Pastaj mund të ktheheshe në shtëpi. A dëshironi që unë të gënjej? Përshpëriti Drini. Unë dëshiroj që ti të bashkëpunosh për sigurinë e vendit, korrigjoi komandanti. Dhe për sigurinë tënde, natyrisht. Dhoma u mbush me heshtje. Drini mund të dëgjonte zhurmën e qytetit për te dritare së vogël të mbyllur, një botë normale, ku njerëzit bënin pazare, takoheshin me miq, të jetonin. Ai mund të ishte atje. Mund të kthehej në shtëpinë e tij, në dhomën e tij, te librat e tij. Mund t'i përgjigjej shikimit të shqetësuar të nënës, t'ja hiqte atë shqetësim nga fytyra. Të gjithë e bëjnë këtë, vazhdoi komandanti, zëri i tij ishte bërë tashmë më i butë. Të gjithë zgjedhin familjet e tyre, të gjithë zgjedhin jetën e tyre. Ti je i ri, Drini. Ka shumë vjet përpara. Pse të shkatërrosh gjithçka për parime abstrakte? Drini ju kujtua mbledhja e fundit në atë hangar, kujtimet e tyre të heshtura, frika në sytë të rinjve, por edhe shpresën që mund të ndryshonin diçka, që mund të bënin botën më të mirë. Ai kujtoi besimin e tyre në të vërtetë dhe kur ajo ishte e vështirë për t'u thënë. Parimet nuk janë abstrakte, tha Drini ngadalë, duke ngritur kokën. Ato janë gjithçka që na bën njerëz. Komandanti rudhi vetllët. Pra, kjo është përgjigja jote. Kam një kusht, tha Drini papritmas. Komandanti duket i befasuar. Kusht? Po, nëse do të jetë këtë, nëse do të jap këtë deklaratë të re me, tha Drini, duke marrë frymthellë, dëshiroj të bisedoj me avokatin tim së pari. Komandanti buzëqeshi përsëri, duke e marrë këtë si një shenjë dorëzimi. Sigurisht, kjo mund të organizohet, por jo këtu, vazhdoi Drini, në një dhomë tjetër, me dritare dhe me kohë të mjaftueshme për të diskutuar detajet. Komandanti studioi fytyrën e Drinit për një moment, duke kërkuar mashtrim, duke kërkuar dredhi, por Drini e mbajti shikimin duke treguar një dorëzim të qëllimshëm të llogaritur. Mirë, pranoi më në fund komandanti. Do të organizohet. Kur Drini u çua në një dhomë tjetër, ai shikoi përmes dritares së madhe. Qyteti ishte atje, i lirë, i hapur. Ai pa njerëzit që ecnin, makinat që kalonin, dhe pastaj ai pa diçka tjetër. Një grup të vogël njerëzish të mbledhur përpara ndërtesës së policisë. Ata mbajtën një baner të vogël, shkronjat janë të vogla për të lexuar nga kjo distancë, por Drini e dinte se çfarë thoshnin, liri për aktivistat.
Ata nuk e kishin harruar, njerëzit jashtë nuk e kishin harruar. Avokati i tij erdhi pak më vonë, një burr i moshuar me një çantë të vjetër dhe një shikim të lodhur, por të vendosur. Kur policia u largua për të dhënë atyre privatësi, Drini ju afrua avokatit. Të gjithë mirë? Pyeti avokati me shqetësim. Duhet të më dëgjosh me kujdes, përshpëriti Drini duke u kthyer në mënyrë që kamera në qoshe nuk do të mund të shihej fytyra e tij plotësisht. Ata më kërkojnë të bëj një deklaratë të reme kundër grupit tonë. Kam premtuar që do ta bëj. Avokati u bë i zbet. Drini, ti nuk mund. Duhet të dal nga këtu, vazhdoi Drini, duke e ndërprer, dhe do të dal, por nuk do të jap asnjë deklaratë. Kur të jemi lirë do të flas, do të tregoj gjithçka. Çfarë kërkuan nga unë, si u përpoqën të më detyronin të gënjeja. Por ata, kam një plan, tha Drini, ti duhet të më ndihmosh. Ai përshkoi planin me përpikëri. Kur Drini do të deklaronte, ai do të kërkonte që deklarata të bëhej në prani të medjave. Ai do të tregonte se ishte i detyruar. Ai do ta bënte publik të gjithë procesin. Është e rrezikshme, paralajmëroi avokati. Të gjithë alternativat janë të rrezikshme, u përgjigj Drini, por kjo është e vetmja që më lë të qëndroj besnik ndaj vetes time. Kur u kthye te komandanti, Drini ishte i qetë. Do ta jap deklaratën, tha. Por me një kusht tjetër, dua që ajo të bëhet publike, dua që media të jenë të pranishme. Komandanti u hodh prapa në karrige. Absurd, përndryshe nuk ka deklaratë, tha Drini me qetësi, dhe ju mund të më mbani këtu, por nuk do të merrni asnjë. Dhe njerëzit jashtë, ai tregoi drejt dritares, ata do të dinë se keni mua. Dhe çdo gjë që më mbani, ata do të jenë atje, ata do të pyesin, ata do të kërkojnë përgjigje. Komandanti e pa me një vështrim të ri. Tani, ai pa jo një të rinj të friksuar, por një kundërshtar të vendosur. Ti nuk e kupton se me kë ke të bësh. Përkundrazi, tha Drini, më në fund e kuptoj plotësisht. Këto ditë Drini është i lirë. Deklarata e tij nuk u bë kurrë. Në vend të kësaj u lirua pas njësë protestash dhe presioni ndërkombëtar. Por çdo ditë ai e di se vëzhgimi është atje. Çdo ditë ai e di se çmimi i lirisë së tij është vigjilenca e përhershme. Dhe ndonjëherë kur ndihet i lodhur, kur pyet nëse ja blen, ai kujton atë bisedë në zyrën e komandantit. Ai kujton zgjedhjen që bëri, të qëndronte i heshtur ndaj së vërtetës, apo të fliste pavarësisht çmimit. Prandaj Drini vazhdon të flas, vazhdon të shkruaj, vazhdon të protestoj, sepse ka kuptuar tani, liria nuk është diçka që i japin, liria është diçka që ti refuzon të heqësh dorë, edhe kur t'i japin mundësinë për ta shkëmbyer me një version të saj të re. Dhe në errësirën e natës, kur frika vjen përsëri, ai përsëri fjalët që i dha komandanti atë ditë. Nuk do të gënjej për lirinë time, por do të flas për të.